Përshëndetje përsëri nga Unati dhe në këtë video do të tregojmë se si të vendosim çmimet e dhomave. Së pari do shkojmë tek dhomat dhe setup. Do shikojmë pak planet tarifore. Planet tarifore janë room only, vetëm dhoma, dhomë dhe mëngjes, dhe all inclusive ose dhe vakte të tjera ose room rates të tjera. Por unë do lej aktive vetëm dy. Do lej aktive bed and breakfast edhe all inclusive. Do shkojmë pak tek all inclusive dhe do shikojmë që kemi ndarja e TVSH-s dhe akomodimit, ku është 70% akomodim dhe 30% ushqim. Shembull, në një vlerë prej 100 eurove, nga këto 70 euro do të tatohen me 6% TVSH dhe 30 euro me 20% TVSH. Atëherë, akomodimi 6% dhe ushqimi 20%. Normalisht është le të themi formula që përdoret më së shumti në hoteleri 70-30. Gjithsesi secili mund të përdori një formulë të tillë. E ruajmë, ndërsa mëngjesi nuk ka nevojë për një formulë sepse llogaritet në çmimin e dhomës. Dhoma ofrohet bashkë me mëngjes. Atëherë vazhdojmë përsëri. Do shkojmë tek çmimet. Dhe çmimet i kemi, le të themi, për të gjitha tipologjitë e dhomave. Kemi apartamentin shembull 1+1, bed and breakfast, apartamentin 1+1 all inclusive. E kështu me radhë për të gjithë të tjera. Nëse klikojmë këtu duke thotë shumicë, mund të përditësojmë çmimin për apartamentin 1+1 dhe rate plan bed and breakfast. Nëse çmimi shembull nga data 28 deri me datë po e marr deri me 31, jo, është shumë, por deri me 5. Vetëm për të bërë ndryshimin. Nga 28/6 deri me 5/7 çmimi do jetë vetëm për bed and breakfast 80 euro për apartamentin. Dhe e kemi këtu deri me datë 5. Ndërsa all inclusive deri me datë 5 do ta kemi 150. Dhe po ta shikojmë, i janë përditësuar 80 dhe 150. Këto janë deri më këtë datë. Në këtë datë të tjerat mund t'i vazhdojmë t'i përditësojmë, ose vetëm për një datë të caktuar, shembull është 150. Vetëm për këtë datë. Kjo është 210. Këto janë vetëm për një datë të caktuar. Atëherë, dhe njëherë, zgjedhim shumicë, datat nga cilat datë deri në cilën datë, çmimin e dhomës edhe e ndryshojmë. Por kemi edhe versionin tjetër për t'i tetërsuar çmimet në mënyrë kalendarike. Zgjedhim kalendarin, është këtu, kalendar. Zgjedhim 1+1, planin bed and breakfast, dhe po të shikoni përsëri kemi çmimet këtu. Mund të bëjmë një ndryshim nga data, po e themi nga data 22 deri me 25, nga 140 do ta bëjmë 150 dhe all inclusive 220. Tani këtu kemi do e ruajmë vetëm për bed and breakfast apo për të gjithë planet. Të gjithë planet e 1, 2. Në këtë rast kemi vetëm 2 planet. Nga 140 në 150 dhe nga 200 në 220. Pastaj kemi edhe opsionet e tjera, ku ndalojmë shitjen, ndalojmë arritjen, ndalojmë nisjen, minimumi i netëve të qëndrimit dhe maksimumi shembull 17 net. Këtu kemi dërgo në OTA me njëherë. Nëse e çaktivizojmë, nuk e seleksionojmë dhe e ruajmë si bord, këto çmime do ruhen vetëm për recepcionin. Nëse e çekojmë dërgo në OTA, këto do dërgohen edhe në Channel Manager. Çmimet do optimizohen në Booking, apo Agoda, apo Expedia, apo kudo qoftë që e keni lidhur Channel Manager. E ruajmë dhe do shikojmë që çmimet kanë ndryshuar. Dhe ishin nga data nga data 22 deri me 25. Okej, tash tani edhe një herë nga data 22 deri me 25, po. 220 për
all inclusive dhe nga data 150 për room bed and breakfast. Këto janë çmimet që mund t'i optimizojmë. I kemi nga grid në këtë mënyrë, ku zgjedhim vetëm një room type, po zgjedhim një superior double dhe klikojmë datat nga cilat datë deri në cilën datë, shembull nga data 10 deri në 31 korrekt, çmimi i ri do të jetë 100 euro. Po e marr shembull. Dhe po ta shikoni është 100 deri më 30. Vazhdojmë shikojmë 60 ditë që ta shikojmë më shumë. Edhe pastaj me një gusht fillon përsëri çmimi tjetër. Dhe nga një gusht i vendosim çmim tjetër. Por do vendosim një provë tjetër, ku do marrim superior double, do bëj një lëvizje vetëm nga data 1 deri më datë 3. Nga data 1 që është korrekt deri më datë 3 korrekt. Çmimi do jetë 50 euro. Po vendos vetëm në këtë mënyrë. Atëherë, kemi nga data 1 deri më 3 50 euro. Tani do bëj një rezervim nga data 30 deri më datë 5. Do shkojmë tek recepcioni. Ishte dhoma që vendosëm dhe njëherë çmimin. Në mos gaboj standard double apo superior double. Superior double, ok, në rregull. Po e hap new tab. Në recepcion në kalendar, tek superior double, nga data 30 deri më datë 5 ose deri më datë 4. Nga data 30 deri më datë 4. Dhe do shikojmë price breakdown, do shikojmë që e kemi 100 për një natë, 50, 50, 50 dhe pastaj përsëri 100. Atëherë, e kemi çmimin 100 për një natë në datë 30, 50, 50, 50 dhe përsëri 100. 100, 50, 50, 50, 100. Ok, në rregull. Dhe kjo është totali 350 dhe mund të bëjmë një rezervim të ri. Është bed and breakfast. Dhe mos harrojmë që nuk e kemi all inclusive, por është bed and breakfast. Patjetër që recepcioni mund të bëjë një zbritje, mund ta bëjë 320 për një arsye apo për një tjetër, mund të japi arsyen dhe e ruan si rezervim. Dhe ja ku e kemi 320 euro. Atëherë, ky ishte çmimet e dhomave se si mund të ndryshojmë. E njëjta gjë vlen, do testojmë edhe një standard twin. Do ta vendosim nga data 25 deri më 20 ose nga data 28 deri më 1 do lëvizim një çmim për standard twinin. Shkojmë standard twin. Nëse e shikojmë sot standard twinin nga data 28 deri më datë 1 e kemi çmimi për natë 65 euro. Le ta tjetërsoj. Standard twin. Do të po bëj bed and breakfast nga data 28 sot deri më datë 5. Do e vendosim çmimin 70 euro. Po bëjmë bed and breakfast 70. Ndërsa për all inclusive deri më datë 5 do ta bëjmë 120, vetëm për të parë ndryshimin. Atëherë, e kemi 70 dhe 100. 120 fal. Do vim përsëri këtu, standard fin. Është rate per night 70, nëse shkojmë all inclusive është 120. Le të marrim ku bëhet thyrja. Marrim një natë këndej dhe një andej. Nga data 5 deri më datë 6, me 5 dhe me 6. Atëherë standard twinin me datë 5 dhe me datë 6. Do shikojmë që kemi dy net, njëra 70, tjetra 65. Me datë 5, 70 dhe 65. 120, 65 tjetra nëse do zgjedhim all inclusive. All inclusive 120, 65.
Le ta ruajmë si rezervim. Le të ruajmë diçka tjetër, s'ka nevojë, mjafton. Është all inclusive, e ruajmë si rezervim dhe kemi all inclusive. Këtu ndryshojmë çmimet. Këto çmime ndryshohen për recepcionin dhe për channel manager. Le të themi për booking apo çdo kanal tjetër që është i lidhur me channel manager. Shihemi në një video tjetër.